Në koncertin e madh të lirisë që përjetoi gjithë bota lindore ish komuniste, shqiptarët marrin pjesë me aktet e tyre, me aktet e njerëzve të thjeshtë. Në godinën Liria në qytetin Studenti, aty ku 35 vite më parë nisi revolta e studentëve kundër diktaturës komuniste, publicisti dhe shkrimtari Preç Zogaj mblodhi në një bashkëbisedim protagonistët e ngjarjeve të viteve 90-92, të cilët i përmend me emra në librin e tij Fillimet. Goditjen e parë regjimi e mori në Shkodrën antikomuniste me rrëzimin e bustit të Stalinit në 14 janar 1990. Çështja ishte më atë. Do të flitë të njeni për ekonominë. Atë bani populli Shkodrës. Pavarësisht u dënuar 10 vetë. Janë arrestuar 630 vetë. Protesta e parë më e fuqishme antikomuniste në vend nisi në 25 mars, gjatë ndeshjes Besa Partizani në Kavaj. U ngrita mbi hekurat rrethues të pisës së fushës, holla veprën e Enverit dhe me 2 gishta lart shpërthjeva me gjithë fuqinë e shpirtit me thirrjet: liri, demokraci, Enver, Hitler, poshtë diktatura komuniste. Ndërkohë, pas hapjes së ambasadave në dy korrik, ishte pikërisht ikja e shkrimtarit Ismail Kadare në 24 tetor, që do të trondiste themelet e regjimit dhe do të përshpejtonte nisjen e lëvizjes demokratike studentore. Ne broritëm të tërë pa zë, u kuptua që shenjat e lirisë sapo ishin dhënë. Hapi vendimtar u ndërmor nga një grup studentësh dhe pedagogësh në 8 dhjetor 90, që u bën iniciator të protestave që quan në përmbysjen e sistemit. Ishte një grup i jashtëzakonshëm, shumë i mirë, të cilët arritën të bëjnë mrekullinë atë kohë, përmbysën Partinë e Punës. Erdhëm nga dashuria, erdhëm nga dhimbja, erdhëm nga patriotizmi, për të ndryshuar atë realitet të cilin nuk e pranonim në esencën njerëzore. Lëvizja studentore udhëhoq nga Azem Hajdari, që la pas familjen drejt një misioni adetar për vendosjen e pluralizmit politik. Fatmira më thotë mua, ne bashkë do ndahemi. I kam hyrë një rrugë tjetër dhe nuk e di si do marrim, për mirë apo për keq. Edhe hiku për Tiranë, prisja lajmin, a është gjallë apo është vdek. Vetëm me këtë ankth, derisa kam mbyll jetën Azemi, çdo darkë do rria me sy hapur, do prisja mëngjesin derisa të vinte Azemi, edhe kur është vrarë. Ka thënë Fatmira, për mua mos kërkoni gjak, se gjaku im është i Partisë Demokratike, është i themeleve të demokracisë. Si protagonist i lëvizjes së dhjetorit dhe si autor i librit që hedh dritë mbi 2 vite që sollën demokracinë, Preç Zogaj thekson se breza duhet të dinë se Shqipëria e bëri vërtet betejën e saj për liri dhe protagonistët e kësaj beteje duhet të brendësohen në kujtesën tonë të përbashkët.